Në lagjen Mahalla Re të Ulqinit është parashikuar një protestë për të njëjtën me 20 mars për shkak të mos përfundimit të punimeve për instalimin e tubacioneve të reja të ujit. Megjithatë, banorët e kësaj lagje janë shprehur të shqetësuar për zgjatjen e këtyre punimeve për afro 3 muaj, duke paralajmëruar protestën e tyre. Sipas mentor Zejne Lagës, një banor i lagjes së Mahallës së Re, protesta është ndërprerë përkohësisht. Sekretariati për urbanizëm nga Komuna Ulqinit ka njoftuar se këto punime do të përfundojnë deri në fund të javës së ardhshme dhe se çdo gjë do të kthehet në normalitet. Megjithatë, mentor Zejne Laga theksoi se nëse punimet nuk përfundojnë brenda afatit të parashikuar, ata do të marrin masa më adekuate dhe do të paralajmërojnë protesta më të fuqishme përfshirë bllokimin e plotë të rrugës. Domethënë, na sot e kemi planifikuar 12 sati e gjys, ke rrethi i ullinjve, me ba protestën, me mbyll rrugën, por aja nuk e arrit për arsye se kena marrë një marrëveshje, kena bërë një kompromis me sekretariatin, si ata javën e ardhshme dhe të kanë premtuar, si na kanë bërë deklaratën edhe me në shkrim, si ka me fillu punë edhe ka me kry punë e javës së ardhshme, rrugë ka me qenë asfaltuar. Ata në tekstin që kam parë, shkruhet që do të fillojnë punimet në fillim të javës dhe do të përfundohen në mbarim të javës. Sa mendoni që kjo periudhë mjafton që këto punime të sipas tyne shkrime që kanë shkruar, që kanë manduar ata, si më thani, është si thuhet, pak kohësh, se na shumë kohë ka kalu si nuk e kanë bërë. Domethënë, kredibiliteti nuk ish arrit deri ke gjë, por kur e kanë thënë ata që se ta kanë thënë këtë punë, na ndoshta po i zambes, na po i rrim këtyne fjalëve mrapa, por që se ata nuk e realizojnë këtë punë, që se ata na do të marrim prep protestat javën e ardhshme, ose ditë e ardhshme të marrim protestat, edhe kena qenë protestat më të mëdha, edhe kena me dalë me deklarata më të mëdha, se me deklarata më ashpra se kena mendu deri tash. Keni përmendur me përpara vështirësitë që keni në këtë lloj komunikacioni, po na tregoni edhe një herë sa ishte vështirë, që edhe pse rruga nuk ishte plotësisht e prishur, ishte pjesë, sa ishte vështirë kalimi në këtë rrugë? Kjo hall, domethënë kjo rrugë ishte vështirësia shumë e madhe. Për arsye, ne kemi 2 muaj ditë verës, si tu bëhet komunikacimi më i madh i qytetit. Domethënë tu në qytetarët e saj Mahall nuk kemi asnjë qetësi, ata 2 muaj hekim shumë zor hekim. Ato e shef krejt qytetit, se rruga poshtë është e bllokuar për orës 8 mramje dhe krejt to cirkullimi bëhet në këtë zonë to, dhe tu bëhet trafik i madh dhe bëhet një koincidencë shumë e rëndë. Domethënë, në qytetarë që jetojmë tu, në një gjë me nënoll diçka, një intervencë urgjente, na s'mundena me çu një fëmijë ose një vetin me çu deri në ambulanta, se jena të bllokuar. Kjo është periudha verore. Periudhë dimërore, si e shihni edhe, parkimet janë shumë të kufizuara. Dhe kjo rrugë i shumë e frekuentuar, për arsye se ka shumë banor ke Mahall, tash për tash ta kohët e mbrapta, dhe janë tu ardhur 220 banesa. Janë tu ba pjesën e Meterizit kanal. Domethënë, kjo rrugë ka me qenë krete kalimtare. Pyetja i shtrohet tyne që e kanë bërë lejen tyne, mi ba pas një faj lloj infrastrukture që nuk e kemi këtë zonë. Unë e shpresoj se ata fjalët e tyre e mbajnë premtimin, por edhe një herë pa përsëris, që se ata nuk e mbajnë premtimin, ne jemi detyrueshëm të dalim edhe një protesta dhe nuk kemi më bërë asnjë formë komunikimit me ata deri kur ata përfundojnë. Dhe protestat nuk kanë qenë vetëm atë ditë. Derisa nuk ka marrë përfundim kjo rrugë, ose kjo rrugë të Ulqinit, mirë është me qenë krejt Ulqinit më çu. Se në kohën shumë vështirë të komunikimit edhe të qarkullimit rrugor. Domethënë, mirë është më çu se pa protesta një tapunë si po i shifni nuk e kishin filluar sot. Këtë e keni ditur. Domethënë, ish mendim jem. Banorët e kësaj lagje, jo shumë kohë më parë, shprehen shqetësimin e tyre duke theksuar se përveç pjesëve të çara të rrugës dhe pluhurit të vazhdueshëm, ata kanë pasur probleme edhe për faktin se këto pjesë të çara nuk janë mbyllur kurrë komplet. Disa prej tyre janë mbyllur, por janë lënë pa asfaltuar, çka ka shkaktuar prishje të vazhdueshme
dhe shqetësime për të gjithë banorët.